Mirëmbrëma miq të dashur dhe mirë se erdhët në studion e programit Motiv. Marsi në programin Motiv ka qenë gjithmonë muaji më entuziazmues për mua. Kjo për faktin se që nga fillimi i këtij programi nuk e kemi dedikuar vetëm një ditë për gratë, por tër muajin. Sepse nuk mjafton vetëm një ditë për t'i vënë në pah sfidat, çështjet, problematikat, kontributin, rëndësinë dhe përkushtimin e grave në shoqërinë tonë. E nga viti në vit, ne kemi konceptuar muajin mars si një mundësi për të promovuar gratë në profesionet të veçanta. Gratë në biznes, në art, në politik, në sektorin civil, në sport, në shkencë dhe në aureolën akademike, apo në çdo pore tjetër të rëndësishme të shoqërisë. Përmes modeleve më të suksesshme të grave që kanë thyer tabut, kanë luftuar kufit e ndërtuara gjinore dhe kanë dhënë kontribut të pakontestueshëm shoqëror. Kemi folur edhe për sfidat dhe problematikat që fatkeqësisht edhe këtë vit vijojnë të jenë evidente, si dhuna gjinore, diskriminimi, varfëria dhe dhuna ekonomike. E në të njëjtën frymë e fillojmë edhe marsin e këtij viti, ku sot në vigjilje të 7 dhe 8 marsit do të flasim për profesionin më të shenjtë. Përveç se është një nga profesionet më të vjetra në botë, konsiderohet dhe si nëna e të gjitha profesioneve. Profesioni që ndërton individin dhe shoqërinë, mësuesia. Janë të panumërta gratë në shoqërinë tonë të cilat kanë dhënë kontribut në këtë lëmi. E unë sot kam të ftuar një mësuese me përvojë 38 vjeçare me fatosat e vegjël. Një zë kritik, po aq sa i dashur. Kam kënaqësinë që sot ta ndaj studion me mësuesen Teuta Zlatku. Ju ftoj në studion e programit Motiv, dashur mësuese, shumë faleminderit që jeni sot me ne. Shumë kënaqësi t'ju përqafoj. Kënaqësi, dukeni shumë bukur, shumë elegante. Gëzuar për festën. Si një mësuese. Gëzuar festën 7 dhe 8 mars, një date e shënuar e shejt. Por unë zakonin nuk e kam marru, kam një dhuratë vogël. Blagodaram, faleminderit shumë. Një orkide për ju, lulja e feminitetit, mirësisë dhe elegancës. Befasi e këndshme. I dua shumë lulet. Patjetër si gjitha nëna dhe gjitha mësueset. Mësuese dhe nëna që nuk i duan. Faleminderit për kujdesin. Ishte kënaqësi. Ulemi në studion e Motivit, dua ta falenderoj Alfi Teknoqendrën për këtë dhuratë këndshme, na sol një lule të bukur nga asortimenti i tyre i gjerë i luleve, një orkide që unë orkideat i du shumë, sepse përveç që tregojnë feminitetin, mirësinë dhe elegancën, janë lule që shprehin admirimin edhe mirënjohjen e çdo mësuese në botë. E meriton admirimin edhe mirënjohjen për kontributin e gjerë shoqëror që ka dhënë. Si shpajtohem, të faleminderit. Faleminderit. Mësuese Teuta, faleminderit shumë që jeni sot Motiv edhe për skaj sfidave shëndetësore, jam shumë e nderuar sot që jeni me ne. Dhe dua ta filloj këtë diskutim ashtu siç e filloj me gjithë modelet e suksesit që i ftoj këtu në Motiv, që nga fëmiria. Ju jeni rritur në një ambient me 2 prindër mësues dhe pastaj jeni bërë nuse në një familje që ka një kontribut jashtëzakonisht rëndësishëm për arsimin në vendin tonë. Cila ishte ajo vlerë që e morët nga prindrit dhe që ju shoqëron akoma edhe sot në rolin e mësuesisë? Po, të faleminderit së pari për ftesën. Kënaqësi gjithmonë. Të përgëzoj për emisionin, je e veçantë. Faleminderit. Edhe rregullisht e ndjek emisionin tënd. Më pëlqen paraqitja yte, më pëlqen guximi i përzgjedhjes së temave të ndryshme. Faleminderit. Po ashtu kërkoj ndjes që jam me syza, nuk është nga imazhi, po kisha një intervenim tek syt edhe nuk desha kësaj radhe të të refuzoj. Është ftesë shumë e madhe, po unë mendoj që nuk është akoma shumë mjaftueshëm që të shënohen vetëm këto festa, vetëm këto data, po unë kam përvojë edhe me shtëpinë e juaj televizive, që në këtë shtëpi televizive janë trajtuar shumë tema arsimore dhe uroj që së paku një herë në javë kemi neve mësuese të suksesshme, psikolog, pedagog, edhe besoj që pajtohesh edhe ti që ka nevojë dhe është të themi koha e fundit që t'i kthehemi atyre emisioneve dhe të kemi sa më shumë përkushtim dhe qasje për arsimin, sepse ardhmja e një populli varet pikërisht nga arsimi dhe nga gjeneratat e reja të cilat arsimohen. Unë e thash jeni një zë kritik, po aq sa i dashur dhe kritikat e juaja gjithmonë janë shumë të mirëseardhura sepse janë me vend. Vlerat të cilat i kam përcjell nga prindërit e mi, qysh nga fëmijëria e hershme, ka qenë
dashuria ndaj punës. Si pika e parë, Sa e rëndësishme kjo sot? Pasioni, përkushtimi dhe disiplina. Të rritesh në një familje me 2 mësues nuk është lehtë si fëmijë. Ka shumë disiplinë. Ka shumë disiplinë, ka shumë rregull, ka shumë kërkesa. Mirë po, ajo më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë të ngritem, të rritem në një personalitet, siç në profesion, ashtu edhe në jetën e përditshme, të ballafaqohem me sfida të ndryshme që nuk kanë qenë të lehta në këto 38 vite, dhe jam mirënjohëse dhe falemnderuese që janë sjellur ashtu. Me siguri çdo prind, edhe mos qoftë mësues ose mësuese, për fëmijën e vet e dëshiron më të mirën. Besoj që pajtohesh edhe ti. Absolutisht. Mirë po të jesh pjesë e familjes ku mbizotron puna permanente, domethënë të jesh e disiplinuar, e rregullt, të jesh e rrethuar me libra. E kjo është një pasurinë vete. Po, asnjëherë nuk do ta harroj babin, se ne shoqënoheshim shumë, përpara nuk dishim aq shumë, jeta sociale ka qenë ndryshe e trajtuar në gjeneratën tonë. Shumë shkonim në për shtëpitë e shokëve, shoqeve, shoqëroheshim, dhe më thoshte aty ku nuk ka libër, në atë shtëpi mos hy, mos vazhdo të shoqërohesh. Pa principe. Edhe mu më ka ngel, jo vetëm personalisht për vetveten time, po atë jam munduar prej kur kam filluar si mësimdhënëse, kam udhëhequr edhe klubin e librit në shkollë, jam munduar të mbjellni dashurinë për librin. Të mbjelli dashurinë për librin, për leximin, edhe akoma vazhdoj, se besoj që çdo pajisje tjetër digjitale që janë trend në kohën e sotshme, besoj që librin, atë aromën e librit, asgjë nuk e zëvendëson, atë shushurritjen e fletave kur rrotullohen në duart e juaja, besoj që është një kënaqësi e veçantë dhe një pasuri e pazavendësueshme. Përveç asaj, libri nuk zavendësohet dot me asnjë platformë tjetër, sepse libri të mundson imagjinatën ta krijosh vet. Nuk ta jep të gatshme, të vizualizuar, por e ke lirinë e botës, ta ndërtosh fotografinë në kokën tënde. Dhe kjo besoj që është vlera e pazavendësueshme e librit. Dhe është një mesazh që gjithmonë edhe programi Motiv ka dëtuar që ta përcjell, që t'i jep rëndësi librit edhe kulturës së leximit në veçanti. Ju, me sa e di unë, nuk e keni pas mësuesin dashurinë e parë. Keni pas një pasion për artin. Por pastaj mësuesin e shndruat në art. Pse përzgjodhët këtë profesion? Unë gjithmonë dizajnin e kam pas, kreativitetin si pikë të parë. Çdo gjë që mirsha në dorë, unë e duheshte patjetër ta korrigjoj, ta rregulloj, ta zbukuroj, ta pikturoj, kështu që kam pas shumë dëshirë që të vazhdoj dhe ta studioj artin, degën e dizajnit. Mirë po pasi që në Shkup në atë kohë nuk ishte, edhe në gjuhën maqedone nuk ishte, po edhe në Prishtinë ishte fakulteti vetëm në Zagreb, dhe atëherë nuk ishin mundësit si ditën e sotme. Zagrebi për në atë kohë ishte shumë larg Shkupit, tash nuk është larg as Amerika. Dhe prindërit e mi në bisedë insistonin që unë të përcaktohem për profesionin e mësuesisë, kështu që në gjimnaz, në vitin e 3, në Zeflush Marku, aty kam qenë nxënëse në shkollën e mesme, u hapën paralelet pedagogjike dhe një grup më i madh i shoqeve të mia, që ishim në klasë, shokëve, u përcaktuam dhe gjatë profesionit tim, gjatë punës time më tutje, unë e kuptova se mësuesia është art. E them këtë për shkak se profesioni jon kërkon një spektër të gjerë të afiniteteve të një personi. E them këtë sepse unë punoj me ciklin e ulët, do të thënë nga klasa e parë deri në klasën e 5, dhe aty duhet të jeni të këndoni bukur, të aktroni bukur, pjesët e leximit kur i lexoni, vjershat kur i lexoni,
t'ja mbjellni dashurinë fëmijëve, po gjitha ajo bëhet të vizatoni bukur, gjitha ajo bëhet përmes praktikës. Nëse ju jeni të mirë, nëse ju jeni të kapshëm, nëse fëmija e pëlqen atë që ju e bëni, atëherë besoni që ju do t'i rëmbeni dhe ata do të bëhen pjesë e ati mozaiku të cilin ju e keni paramenduar dhe do të zhvillohen, do të rriten me gjitha ato virtyte në personalitete të kompletuara. Për atë shkak them se ky profesion i mësuesis në pikë të parë don përkushtim të madh dhe dashuri. E dini çka do të thotë një prind të ta sjellë fëmijën dhe të ta lënë amanet? Ta edukosh, të rritesh, faktikisht neve nga klasa e parë deri në klasën e 5, ato janë 5 vite, nga mosha 6 vjeçare deri në moshën 11 vjeçare, ata rriten bashkë me ju. Dhe shumë është me rëndësi se si ju do të ndikoni në formimin e tij në të ardhmen. Ti zbuloni talentet të nxënësit përmes aktiviteteve të ndryshme. Sidomos në kohën e sotshme, sa ma kreativ jeni, sa ma shumë jeni në hap me kohën. Edhe pse unë jam mësuese 38 vite në arsim, unë gjithmonë hulumtoj, kërkoj, mësoj, që të jem e kapshme dhe e pranishme për gjeneratat që vinë. Cila ka qenë ajo rruga e duhur që ju e keni ndjekur dhe ju ka bërë t'jeni sot një mësuese kaq e përkushtuar me nxënësit? Unë jam përcaktuar ta zgjedh këtë profesion nga dashuria dhe nga pasioni të cilën e kam ndje gjatë vijimit të shkollimit tim, si në atë fillor, po ashtu edhe në atë shkollimin tim të mesëm, kam pas profesor jashtëzakonisht të përgatitur. Do ta përmendi profesorin e ndjer Adnan Agaj. Në gjuhë shqipe na ligjëronte lëndën e letërsisë, gramatik. Ju nuk mund ta imagjinoni se ajo nuk ishte një orë mësimore, pa ajo ishte një pjesë teatrale. Unë kur në jetën time nuk do t'i harroj ato orë mësimore. Kur ju merrni mësime nga mësimdhënës, profesor të rangut të tillë, besoni që suksesi nuk mund të mungon. Fillimi i parë ka qenë në vitin 88, 1988, në Shkup, në shkollën 26 Koriku, aty u punësova për herë të parë, në fillim me zavendësime, pastaj mora dhe vendimin, edhe prej atëherë, deri në ditën e sotme, jam aty, vetëm kam pasur prej vitit 2002, deri në vitin 2006, një shkëputje, kam qenë drejtoresh në Qerdhen, 11 tetori në Çajir, e shijova dhe menaxhimin e institucioneve parashkollore. Dhe bëra një punë, unë mendoj të mirë, se për herë të parë u hapën grupet në gjuhën shqipe dhe ajo ishte, si të them, misioni im, ishte shumë rëndë pas vitit 2001 të merrni të udhëheqni një institucion në të cilën asnjëherë nuk ishte pas udhëheqëse shqiptare dhe atë që e bëra për herë të parë, ula me ekipin timin aty që e kisha, të edukatorëve të cilat i falenderoj jashtëzakonisht shumë, më kanë ndihmuar pa mas, hapëm grupet dhe së pari grupet e përziera e pastaj grupet e pastra në gjuhën shqipe, grupe parashkollore ka pas edhe unë kam shkuar në Qerdhe në gjuhën shqipe, mirë po grupe në kopsht, domethënë duke filluar nga mosha 1 vjeçare deri në moshën 4 vjeçare, nuk kanë ekzistuar dhe tani në ato Qerdhe nuk ka vend, pritet rend për të regjistruar dhe ajo më vjen shumë mirë, pasi që një fëmijë që vijon, një fëmijë që vijon Qerdhen, ai me tjetër përgatitje, me tjetër bagazh vjen në klasën e parë. Motoja ime është ta doni profesionin e juaj, ta punoni me zell dhe të investoni si në vetvete, po ashtu edhe në profesion. Se nëse nuk investoni në vetvete, do të thotë ju do të çaloni, do të ngecni se teknologjia e bën të veten, jeta dinamike, ndryshimet janë marramense në çdo profesion, ashtu edhe në profesionin e mësuesisë. Cilat janë ato vlera mësuese të huaj që e bëjnë një mësues të mirë, me cilat nuk mund të ketë kompromis? Unë thash, puna e parë në profesionin e mësuesisë është dashuria. Dashuria ndaj fëmijëve.
merreni me mend ju çdo ditë të takoni me nga 30 fëmijë, 5 orë të qëndroni me ata. Bëni pjesë e familjes. Ashtu pikërisht. Dhe njëkohësisht është shumë e rëndësishme të krijohet një farë raporti shoqëror, raport pozitiv mes atij trekanshit didaktik që neve mësuesit gjithmonë e përmendim. Do me thënë mësuesi, nxënësi dhe prindi. Duhet patjetër këto hallka, 3 hallka të jenë lidhura ngushtë mes veti. Po siç e shihni edhe ju, edhe pse ne mësuesit insistojmë, dhe ajo është, mendoj që vlera më e madhe e një mësuesi të krijon raporte komunikim të mirëfillt mes prindit dhe mësuesit, të jetë ai një raport miqësor, një komunikim i shëndosh pikëspari, sepse fëmiu është në mes. Nëse ka një mësues të mirë, një prind të përkushtuar, sa janë prinde sotshëm të përkushtuar, jo që ata nuk duan, pa ata gjithmonë arsyetohen se nuk kanë kohë. Ju e dini që tek ne, sidomos në rrethin ku unë kam punuar, shumë ka qenë numër i vogël i nënave të cilat kanë punuar. Mirë po me ndryshimin, me sistemit, edhe sistemit shoqëror, tani kemi, mos të them që 80% të nënave të cilat punojnë, edhe prind të cilët punojnë, edhe jo të gjithë janë mësuese. Kur do thoni pse e përcaktojmë neve profesionin, pse e kemi përcaktuar dhe pse prindërit tanë kanë dashur që neve, që të jemi edhe nëna të mira. Ky profesion na i ka mundsuar dikur, do me thanë, nuk do të thotë që ne kemi pas orarin e shkurt, mendoj në shkollë. Ky është një mit inexistent. E di që puna tjetër vijon sapo të ktheheni, ti përfundoni ato orët e mësimit. Kolosale, punë shumë e madhe për përgatitjet, sidomos në ciklin e ulët ku ne ligjërojmë disa landë. Me thanë 6 deri në 7 landë të ndryshme. Edhe merreni me mend që ju duhet të jeni interesante, kreative në çdo landë të cilën ju e ligjëroni atë ditë. E kështu që duhet të kemi parasysh shumë që ne në takimet tona me prindërit, se më thatë çka ka qenë ajo vlerë që ju ka ndërtuar si mësuese, unë kam bashkëpunuar shumë me prindërit, kam punuar dhe kam pas çdo herë si dorë të gjatë. Në mbledhjet prindore, kur unë i mbanja, ato zgjatnin nga 2 orë, 3 orë. Dhe asnjë prind nuk mërziteshte të thotë më fal mësuese se kam ndonjë punë duhet të dal. Ata kanë qenë edhe fëmijët e mi. Ndonjëherë them, kam qenë edhe shumë e re kur jam punësuar, kam qenë vetëm 21 vjeçare. Cila ka qenë ajo aftësi e imja, atëherë nënat nuk vishin në shkollë, vitet 88, sidomos në atë rrethin ku kam punuar unë. Ma shumë kisha me baballarët, me gjyshërit, kam pas komunikim, por respekti, tani kjo është zvehur. Respektin ndaj mësimdhënësit, respektin ndaj fjalës së mësuese, se ata e kanë ditë që mësuesi është ai që fëmijën... është autoritet në shoqëri. Po, është autoritet dhe fëmiu do të ecë bashkë me mësueses drejt suksesit. Ata janë penduar pse nuk janë shkolluar, nuk kanë patur mundësi në atë kohë, dhe ata kanë dashur me mishe me shpirt që vetëm të arrijnë fëmijët e tyre të mësojnë dhe të kenë sukses. Dhe do të thotë që përsëri do ta them, nuk mundeni vetë të arrini suksesin si mësimdhënëse, thash një është arsimimi juaj permanent, i vazhdueshëm, e dyta është kushtet në të cilat punoni, e treta është bashkëpunimi me kolegët dhe me stafin pedagogjik që e keni në shkollë, dhe për mua si hallk shumë e rëndësishme në takimet tona të përditshme janë prindërit. Unë gjithmonë i kam respektu, i kam dashur, atë sa i kam dashur edhe nxënësit, dhe nuk kam hezituar asnjëherë të ndalim, të bisedoj, t'ju përkushtoj shumë kohë edhe nga koha ime private. Mësuesit e ut, ne nga fëmiria gjithë i mbaj mend, edhe mësuesit e dashur, edhe ata mësuesit pak më të rept, edhe ata mësuesit që janë preokupuar pak më shumë me ne, edhe ata që mbase, ndonjëherë na kanë thënë edhe ndonjë fjalë që na rri akoma vath në vesh dhe ndoshta na pengon tek vetbesimi.
Si e keni konceptuar ju rolin edhe pozicionimin tuaj ndaj nxënësve? Ne kemi vazhdimisht fotografi që na shkojnë në prapavi ku ju shifeni vazhdimisht në aktivitete me nxënësit tuaj. Dhe kjo është një investim i jashtëzakonshëm për moshën e tyre. Ti dërgoni ata në bibliotekë, ti mësoni si mbillet një dru, ti mësoni se si bëhet një vepër arti. Ky është një investim që tani bëhet, por vlera i shihet shumë më pas. Si e keni pozicionuar ju vetveten ndaj nxënësve? Unë nuk jam do një mësuese që i ledhatoj shumë fëmijët. Nuk tu ta luaj rolin e një angjëlli. Pas këne një mesatare diku. Po, jam edhe mjaft mësuese e rept edhe kërkuese. Mirë po, qka që fëmijët më duan shumë? Fëmijët janë gjykatësit më të mirë. Ata e din se cili është qëllimi mësueses, pse mësuesja më qortoi, pse mësuesja më tha se sot nuk kam qeni mirë, pasi që une shumë bisedoj me fëmijët edhe i para pregatis, vendosim rregullat të sjelljes në klasë. Do me thënë rregullat i vendosni bashk? Bashk, pa tjetër. Ky është një proces shumë i shëndosh. Rregullat i vendosim bashk. Unë kam qenë edhe si mentore e një lënde e cila u implementua dikun në fillim të viteve të 2000-ta, kanë qenë shkatësit jetësore. Dhe atë e kemi punuar si lënd në orën e kujdesarisë. Ai doracak, po ti bjen çdo njërit prej jush, po edhe prindërit me siguri kanë pas rastin ta shohin, ajo është një shkollë jetësore. Unë atë doracak shumë e kam përdor, kemi bërë shumë ushtrime, fëmijët janë knaq dhe përmes asaj kemi vendos shumë rregulla si duhet të sillemi. Kjo përveç se ju krijon edhe nxënësve autonomi, besoj që e nxit edhe mendimin kritik është shumë e vlefshme. Bashkëpunimi im me fëmijët ka qenë si kurse të bisedoj me ju sot. Ka qenë në një nivel shumë të lartë. Kam qenë shumë kërkuese, shumë e rept, mirë po kemi vendosur rregulla të cilat i kanë ndërtuar ata në personalitetet të shëndosha. Shkatësive të komunikimit unë ju kam kushtuar shumë rëndësi. Se sot për shembull kudo që të shkoni, nëse një person, unë të gjithë i kisha fut, edhe në çdo fakultet, edhe në çdo shkollë fillore të ketë si land shkatësi të komunikimit. Do me thënë për mu është diçka shumë e nevojshme dhe shumë e rëndësishme për jetën e përditshme. Pastaj unë me fëmijët kam punuar shumë punë praktike. Nuk i kam lanë ata të bezdisen. Jo vetëm mësim, shkrim, lexim, mësim. Çdo gjë që e kemi mësuar, kur na është dhënë mundësia më e vogël, ne jemi munduar atë ta realizojmë në praktik. Si do ta mësojmë ne këtë, nesër neve do duhet ta realizojmë atë në jetën e përditshme. Absolutisht. Edhe vizitat që i kemi bërë, mësimet që i kemi bërë, jemi munduar të realizojmë edhe përmes aktiviteteve të ndryshme, në të cilën shumë herë i kam kyç edhe prindërit, ku kanë ndjenjë një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe, edhe unë si mësimdhënëse, po edhe prindërit, se nuk ishin pasur deri atëherë përvojë të marrin pjesë në gatime të ndryshme, në pregatitje të ushqimeve tradicionale, veshjeve kombëtare, qepjen e kostumeve gjatë festave të ndryshme. Ne festat në klasë i kemi festuar në mënyrë madhështore. Kam parë pamjet jashtëzakonshme. Unë mendoj se klasa juaj është një autonomi e juaja, është një shtet në vete. Ashtu si kryetari i shtetit, kryeministri e udhëheq shtetin, ashtu keni përgjegjësi ju aq të madhe, po nuk e di politikanët e sotëm dhe bartin aq përgjegjësi të madhe, sa bartim ne mësuesit mbi supet tona. Besoni që ndoshta jam edhe pak e dëshpëruar, ndoshta kam një zë kritik ndaj disa dukurive dhe rrethanave që ndodhin, ndryshimeve, që nuk janë dhe aq shumë të kyçur mësimdhënësit drejtë për së drejti. Në mirë konceptimin e tyre. Po, në ndryshimin edhe modifikimin e këtyre gjërave. Sa kanë ndryshuar sfidat në këto 38 vite të punës suaj si mësimdhënës? Se përmendet që nga vitet të 90-ta filluan disa reforma, disa metoda tjera të punës, pastaj kapet edhe këtë periudhën e mësimit digital që u imponua gjatë periudhës së Covidit. Sa kanë ndryshuar sfidat në krijimin e brezave të ri? Shumë. Ka ndryshuar shumë, ndoshta jo drejt për së drejti në procesin mësimor, në mësimdhënie. Prap dominon klasikja, mirë po ka shkolla, do me thanë që
kam bërë përpjekje shumë të mëdhaja, këtu duhet ta cek edhe shkollën time. Si model shkollë, do të thotë kemi një staf arsimtarësh shumë të përgatitur dhe besoj që edhe ata mundohen që të implementojnë risit të cilat ndodhin në shoqërinë tonë dhe të cilat i plason Ministria e Arsimit. Mirë po edhe digitalizimi e ka bërë të veten, ne ma nuk kemi as ditar si mësues, nuk mbajmë ditar, që mua pak më duket si kohë nostalgjike më mungon, se kur e shifshe mësuesen asimtarin me ditar në dorë, ai personaliteti i tij shembëllente, kishte një farë, e kishte si aksesor të shtrenjtë. E kam fjalën tani gjithçka shkon përmes digitalizimit. Mirë po, mosha e fëmijëve në të cilën unë jam mësuese, nuk mund plotësisht ta pranon digitalizimin. S'paku unë ashtu mendoj. Ndoshta gjeneratat e reja, mësueset e reja mendojnë ndryshe. Mirë po, nëse ti nuk e ledhaton, nuk i afrohesh, nuk e përgdhel, nuk e nxit, nuk i ndihmon në momentet kur për empatin që këta dy persona e ndjen dashurinë, nuk mund ta zëvendëson digitalizimi. Ndoshta informacioni më shpejt arrin në ditën e sotme edhe kemi mundësi më tepër resurse më shumë për të përdorur. Nuk e kemi vetëm një libër. Mirë po mësuesi i mirë gjithmonë ka punuar me 2-3 abetare, me 2-3 libra të leximit, me enciklopedi, me libra që i ka pasur. Unë kam pas fatin, përsëri e them se kam pas edhe printe bashortit, Jerim, Afmizlat, ku ka pas një bibliotek shumë të pasur. Unë kam qenë para ti, çdo ditë kam dhënë nga një provim. Kur kam dalë, më pyeste gjithmonë çka ke përgatit sot, si do ta realizosh orën mësimore, këndej babi më mirte në telefon, çka do të zhvillojsh sot, si të shkon puna, çka mendon. Vazhdimisht unë kam qenë ndërthjerës. Mirë po dhe më kanë ndihmuar shumë dhe jam krenare, që kam qenë pjesë e asaj familjes dhe jam akoma. Mirë po shumë do të thotë që bashkëpunimi, koleg me koleg, në ditën e sotme funksionojnë aktivet shkollore, aty bisedojmë, aty sjellim planet. Një diçka që mua nuk më pëlqen, mund të them edhe më duket shumë e rëndë për mësimdhënësit, se ne mësuese që kemi përvojë gjithsesi do ta gjejmë vetveten, disi do ta gjejmë një farë mënyre për ta aplikuar ose për ta zbatuar ndryshimet që bëhen me ardhjen e çdo ministrit në Ministrinë e Arsimit. Po, kjo është një problematikë që kanë thënë edhe profesionistë të tjerë të fushës së arsimit në këtë studio. Kjo unë si mësuese e kam dje, shumë. Mirë, sepse profesionistët e thonë, mirë po ne e zbatojmë. Po. Kjo letër gjithçka mban. Mund të shkruani projekte të ndryshme, të bëni koncepte të ndryshme, mirë po pyeteni atë që duhet ta realizon. Drejt për së drejt. Ti shohim shkollat tona i kanë ato kushte që ne i marrim modelet nga Finlanda, nga Slovenia, nga shtete tjera, Anglia, Cambridge, Oxfordi, kanë qenë, kemi punuar edhe me Cambridge. Ndërka që nuk përputhen me rrethanat dhe me kushtet. Kushtet edhe rrethanat edhe ndryshimet, shihni, ju nuk mundeni t'i përballoni të gjitha ato ndryshime çdo 4 vite. Edhe nuk mund ta shihni rezultatin e juaj si mësimdhënëse. Kur është një platformë, ta them, një program në një kohë më afatgjate, atëherë ju edhe keni kohë edhe ta gatuani atë program. Ta shprehni edhe kreativitetin e juaj përmes atij programi. E kalon një gjenerat, a është bë evaulim që u fut ky koncepti i ri, tash kaluam neve një gjenerat, a u bë një evaulim të shohim neve sa ka qenë i suksesshëm, nuk mundemi neve në mënyrë të vazhdueshme të bëjmë ndryshime. Të bëjmë eksperimente me fëmijët. Janë ndryshime shumë të mëdha. Na mundson digitalizimi.
gjithçka është në rregull, unë pajtohem plotësisht, mirë po edhe kushtet nuk janë, të them, aq sa duhet të jenë për të realizuar numri i madh i nxënësve në përklas. Shkollat me numër të madh të nxënësve, ju keni shkolla siç është edhe shkolla jonë që akoma punojnë me 3 ndrime. Klasat janë me nga 30 e më tepër nxënës, është një ngarkesë shumë e madhe. Edhe është ngarkesë edhe për menaxhuesit e shkollave, se secili drejtor don të ketë sukses në fund të vitit. Secila mësuese don të ketë me klasën e vet sukses. Neve përpara kemi pas aktivitete të ndryshme, me siguri dhe ti e ke arrit. Aktivitetet historianët, e vegjël, piktorët, e rinj, do me thanë kemi pas klubin e librit, shkrimtarët e vegjël, a ekzistojnë tani me ato aktivitetet të lira në për shkolla? Shumë janë zbehur. Varet nga vullneti individuali mësuesit, me sa kam parë. Po, mësuesit, po, mirë po. Në nivele shkollore, me sa asho janë pak sa më të zbehura janë, më të zbehura janë. Nuk është puna që vetëm mësuesi ata banë. Duhet të ketë konkurencë. Duhet të ketë edhe konkurencë mes nxënësve, të ketë një garë, të jenë të sfiduar nxënësit. Po, të përzgjidhen më të mirët. Sa krenar ndihet ai nxënës në të cilit i lexohet hartimi në të gjitha klasat si ka qenë në të kaluarën. Dhe për shembull hartimet e Arlindës, ndoshta ka dikush thot, Arlinda çfarë hartime shkruante, ose Teuta çdo herë mirë të gjitha pikat në matematikë. Do me thanë, i mbajnë mend fëmijët ato, dhe nesër pas nesër ju kur bëheni ndonjë faktor në shoqëri, thot, po si mos jetë ajo e sukseshme, ajo prej në fëmijë ka qenë e zonja, prej në fëmijë ka qenë e aftë, ka qenë normal. Shifni këto gjëra, jo rasisht edhe ndodhin incidente tash në shkollë. Ajo energjia negative që paraqitet dita ditës shumë e më shumë. Nuk mundemi t'i frenojmë neve gjeneratat e reja, kanë dalë krejtësisht nga binaret. Në këtë pikë, mësuesit e uta se kisha vënë si një tema apo një segment shumë të rëndësishëm të këtij diskutimi sot. Misioni i shkollës ka qenë gjithmonë që për skaj arsimimi ta bëjë dhe edukimin, madje edukimi ka qenë misioni primar. Sa arrin sot ta realizoj këtë mision një mësues, marr parasysh që sot edukimi i fëmijës nuk vjen vetëm nga banka e shkollës dhe nga dera e shtëpisë, por futet edhe nga dritarja e ekraneve të ndryshme me cilat fëmiu shoqërohet vazhdimisht dhe madje shoqërohet akoma më shumë se sa me ngrohtësinë e shtëpisë ose me kontaktin me mësuesin. Sa arrin mësuesi ta përballoj këtë lloj sfide të edukimit të fëmijës sot? Ju e cekët mirë dhe tha që një ndër komponentat më të rastishme është edukimi, jo dhe rastisht është proces edukativo-arsimor. Po. Komponenta e arsimit është zbehur jashtë mase shumë në shkollat. Fillore them për të edhe besoj që edhe në shkollat e mesme. Komponenta e edukimit e keni fjalën? Po, komponenta e edukimit është zbehur shumë, e them atë se kanë ndryshuar edhe gjeneratat, kanë ndryshuar edhe prindërit. Kanë ndryshuar edhe familjet komplet. Në të kaluarën, familjet tona nuk kanë qenë familje më të mëdhaja, më të gjëra, ku ka qenë edhe gjyshje dhe gjyshja. Tani, bash javën e kaluar e kisha një njësi mësimore të llojet e familjeve, edhe biseduam për antarët e familjes me fëmijë. A kisha 2 nxënës ose 3 që jetojnë me gjyshin ose me gjyshen, të gjithë jetonin vetëm me prindërit, edhe me motrat, me vëllezërit. Shumica ishin vetëm edhe nga një familje. Do të thotë, ka ndryshuar komplet struktura edhe e familjes, edhe edukimi i prindërve ndaj fëmijëve, vis-a-vis fëmijës. E si mësuese se shihni kjo të përkthehet tek fëmijët? Neve kemi problem. Mësueset kanë problem. Neve kemi problem për shkak se vinë prindërit dhe thonë që nuk duat më stresohet fëmiu. Aq sa din, aq që të mëson, nuk ka nevojë fëmiu të ketë nuk e kam unë arritje. Arritja e fëmijës mu nuk më lën shumë për shtypje, unë e kam me rëndësi të jetë fëmiu i lumtur. Mirë, po shumica e prindërve na besojnë, sidomos të mësueset të cilët kanë krijuar një farë imazhe dhe kanë besim. Për atë thash shumë është i rëndësishëm ai kontakti me prindërit, se ju nëpërmes edukimit të fëmijëve edukoni edhe prindërin. Shpesh herë shoh emisione që janë shumë të qelluara,
në Kroaci, në Sloveni, në emisionet e mëngjesit, ftojnë psikolog, sociolog, pedagog dhe i kanë titulluar si shkolla për prinder edhe fëmijë. Besoni çfarë tema trajtohen aty, neve jemi shumë larg dhe për neve ato tema akoma janë tabu. Ne nuk jemi në gjendje. Konsiderohet sidomos prindërimi shumë autoritativ. Konsiderohet si një pronë ku nuk guxon askush të ndërhyj dhe mbi të gjitha, ndoshta pak e ashpër ta them, po konsiderohet edhe si një lloj raporti prone. Fëmia është imi dhe unë bëj çfarë të dua. Po. Prind autoritar kemi qenë ne. Po tash mendoj që ma tepër jam prind liberal. E kam fjalën se mundet fëmiu të bën çka të don. Nuk është ajo edukim. Llastimi nuk hyn në pjesën e edukimit. Me fëmijët duhet të kaloni kohë. Ju nëse fëmiun i bleni lodra vazhdimisht, ja u plotësoni dëshirat vazhdimisht, nuk është ai segmenti i edukimit. Me fëmijën duhet të kaloni kohë, të ndani kohë, T'jepni vëmendje, të shkoni bashkë në teatr. Sa prindër i marrin fëmijët e tyre të shkojnë në teatr, në kinema. Tash nuk dua të generalizoj, kemi prind të mrekullueshëm, mirë po shumë numri i vogël i atyre prindërve. Tash te ne kam filluar prindët të vedisohen. Mirë po, ja si bumerang na kthehen ato 20 vitet e kaluara ku edukimi ishte paksa i çfrenuar. Ju duhet të bisedoni me fëmijën, edhe pse është 6 ose 7 vjeçar. T'jepni vëmendje. T'jepni vëmendje, çka e mundon atë fëmijë, pse ai është rrahur në shkollë, çka ka qenë arsyeja, të vini të bisedoni me mësuesen, jo të vini dhe të acaroni marrëdhëniet me mësuesen. Asnjë mësuese nuk don të ketë raporte të tilla me asnjë prind. Së paku që fëmiu të pëson në klas ose të jetë i bullizuar. Tash është në trend ky term. Mirë po, ne kemi qenë edhe nga prindët, edhe nga familja, kemi pas rregulla se si duhet të sillemi ne në shkollë. Edhe sa herë që niseshim neve në shkollë, prindërit na i përkujtonin. Nëse s'ka qenë prindëri, ka qenë gjyshi ose gjyshja. Tani sa kanë kohë prindërit e sotëm të kalojnë kohë dhe vazhdimisht të bisedojnë për problemet që fëmiu ka në shkollë, është një pikpyetje e madhe. E përmendet bullizmin dhe sot mësuesit kanë sfida të jashtëzakonshme si kjo. Përveç bullizmit ka dhe fenomene të tjera deviante që janë përhapur mes nxënësve. Si arrin mësuesi sot t'i ballafaqojë këto ose t'i detektojë këto problematika në mesin e nxënësve dhe të mund t'i zbërthejë apo t'i jap një zgjidhje? Në ditët e sotme mbi supet e mësimdhënësve ka një barë shumë të madhe. E them këtë sepse neve fare nuk na kanë kursyer. Edhe nuk mendojnë se a mundemi neve t'i përballojmë të gjitha këto sfidat që paraqiten dhe të gjitha ato vështërsitë të cilat ne duhet t'i tekalojmë dhe t'i arsimojmë edhe t'i edukojmë nxënësit. Unë punoj më shumë me fëmijët, edhe jo më shumë, po jam mësuese e ciklit të ulët dhe problemet në atë moshë nuk janë dhe aq të theksuara. Mirë po tani, periudha e adoleshencës ka zbrit niveli. Do me thanë fëmijët në moshën 10 vjeçare do të thotë në klasën e 5, të cilën e kam udhëheq vitin e kaluar. Është ulur shkalla e adoleshencës. Është ulur shkalla e adoleshencës dhe aty fillojnë hormonet, fillojnë të paraqiten edhe ndryshimet e para tek fëmijët. Po mjeshtria më e madhe është edhe te mësuesja, nëse prindi nuk mundet, mësuesja e ka patjetër. Edhe prindi e ka patjetër, se mësuesja e ka një periudhë të caktuar fëmijën përpara, pastaj vazhdon ai fëmijë përsëri në familje të edukohet edhe të rritet. Mirë po, unë përsëri them, nëse ju jeni e aftë dhe dini, e keni atë mjeshtrin e menaxhimit të situatave të ndryshme që paraqiten në klas, besoni që ato menaxhohen shumë lehtë. Nëse fëmiu ju beson, se shifni, në atë moshë, fëmiu nën e ka mësuese në shkollë, kurse nënën biologjike e ka në shtëpi. Për atë nën është mësuesja në shkollë.
Dhe do t'i mirëni, do t'bisedoni. Prapë them biseda, afërsia, fjalët e mira, motivimi, nxitjat, po ti je i mirë këtu, nëse ke dështu këtu, nuk do të thotë se nuk je i mirë në art, ose në muzik, ose në sport. Nxënësit miren edhe me aktivitete jashta mësimore. Tash nuk janë aq në shkollë, po prindërit janë të detyruar t'i çojnë në përkurse të ndryshme, me pagesë. Dhe unë interesohem në cilin kurs shkon, çka ke fitu, nëse shkon në piano, ku ka arrit? Ku ke arrit me mësuesen, si kalon, cilën pjesë e ke luajtur sot, nëse është në sport. Besimi krijohet duke ja validuar vlerat fëmijët. Po, duke i avancuar ata, duke ju dhanë atyve avantazh, duke i dashur, duke i rritur, duke i thënë se ti në këtë moshë ke mbri atë sukses të madh, ajo është shumë për fëmijën. I kanë sjellë zakonisht medaljet që i kanë marrë, kemi dalë në fotografi, kemi bërë një qarosje mbas shkollës, që ajo ka qenë edhe krenaria e klasës, ti e krenaria edhe jo vetëm e prindërve, po je, do me thëmë, vazhdimisht në fëmijë duhet ti stimulojmë, vazhdimisht duhet ti lavdrojmë në veprat e mira, por edhe ti qortojmë kur gabojnë. Une nuk mundet me kalu diçka heshturazi nëse është gabuar. Do me thënë, jam në gjendje 2 orë të mësimit t'i humbi dhe ta trajtoj temën e konfliktit të cilën i cili ka ndodhë mes dy shokëve, shoqeve, ose mes ndonjë asimtari, nxënësi, se në klasën e 5 ato kanë edhe me asimtar që ju ligjerojnë edhe nga lëndë tjera. Mirë po, pastaj ma nuk rrallë herë ka ndodhë që ai konflikt të përsëritet, apo të devijoj diku tjetër. Ose të devijoj ndonjë nxënës. Kanë ardhur prindërit, janë falenderuar, kemi biseduar, ju kam thënë mos ju tregoni që ju kam tregu, po pyetni, uluni, bisedoni. Thot këto taktikat e tua mësuese neve kush na kishin rënë ndërmend, tash unë jam edhe nanë e 3 fëmijëve. Unë përveç se që jam mësuese, në durët e mia kam rrit edhe 3. E keni kombinu të dyja përvoja. Ashtu po është mjeshtri. Definitivist. Ta them se është mjeshtri dhe kërkon shumë përkushtime dhe dashuri. Unë çdo herë do ta them. Po, më falni. Po patjetër, vazhdoni. Po, çdo herë them atë se nëse një punë e don, edhe do të arrish sukses në atë punë edhe nuk do kesh probleme të theksuara. Ato probleme janë probleme të cilat mund të tejkalohen. Mirë po sa më afër vetes ti mbani nxënësit, prindërit dhe besoj që problemi mirë po, une dua që edhe shoqëria të reflekton në këtë moment. Se shohim çdo ditë e më tepër na ndodhin tragjedi. Po. Tragjedi të cilat janë të pariparueshme. E nëse do të funksiononte ky trekanç, mbase do të nëse do të funksiononte, edhe nëse do të kishte klube të ndryshme, do të kishte trajnime edhe për prindërit, bashku me nxënësit, po s'paku edhe mësimdhënës të cilët janë pak më tepër me përvojë dhe të përgatitur, pse mos organizohen edhe ato në shkolla. Kur jemi tek përvoja juaj, mësuese Teuta, unë dua të di se nga përvoja juaj dhe nga ajo çfarë shihni në praktikë, cilat janë, të thoja 3 gabimet më të shpeshta që i shihni tek mësuesit. Të ketë patjetër afërsi. Mirë po të dihet ku janë vijat e kuqe. Të mundet asimtari ta vlerëson deri ku mund të shkoj une në këtë problem, deri ku mund të bisedoj unë me një nxënëse ose me një nxënës, deri ku mund të bisedoj me prindin, mos ta ofendoj, mos ta nënvlerësoj mundin e tij, sakrificën e tij si prind, të gjen një mënyrë e para. E dyta, afërsia e tepërt me nxënësit. Në cilën mënyrë ju duhet të dini të përcaktoni kur duhet të jeni të afërt me nxënësin. Jo në çdo moment. Jo në çdo moment i jepni nxënësit mundësi që ai në mes të orës të shprehet atë çka don, lirshëm, ta thotë që s'ka lidhje për shembull me atë që me njësinë mësimore ose me atë që e bisedojmë ose për atë që duhet të flasim në atë orë mësimore. Duhet të din, ta respekton
procesin, po, mbarvajtjen e procesit mësimor, edhe tjetra, e treta, do të thot, kontrollimi i ushqimeve. Ushqimet të cilët i konsumojnë të rritë. Me thanë, unë në shkollë shoh nxënësit në ora 7 në mëngjes, kur jam kujdestare, me Red Bull në dorë. Që s'duhet fare ta kenë, se jo më në atë orë. Merreni me mend. Edhe prindi e din që e konsumon. Çka ndodh me organizmin e atij fëmijut, çfarë energjie fiton ai, a mundet dikush t'i del përpara atij fëmijut? Thehen banka, thehen karike, thehen dyrë. Edhe pse te ne në shkollë rreptësisht janë të ndaluara, pse një të shtune mos të mblidhemi të bisedojmë për këtë problematik me klasën, 2 orë. Sidomos me nxënësit e klasës 6, 7, 8. Në të 9-ën më i kap ajo euforia, shtrëngohen se duhet të regjistrohen në shkollë të mesme e kështu me radhë. Mirë, po duhet pak më tepër tema jashtë mësimore, aktivitete jashtë mësimore, edhe më tepër qasje profesionale, pak edhe profesionalizmi na mungon. Shikoni, pse dhe ka ra pak është zbeh profesioni mësuesisë edhe si të them pesha e mësuesit. Nuk është si në të kaluarën, as pak. Pse ka ndodhur kjo? Edhe në familje nuk lartësohet mësuesi. Edhe në familje mësuesi kritikohet. Edhe jipet liri fëmijës që ai mandej, kur mundet babi im ose mami im të kritikon. Ashtu është, ai më jep krah mua. Nuk e kur ka ndodhur ajo në periudhën kur kemi qenë neve nxënës, ose ti kur ke qenë nxënëse. Ti je shumë e re, mirë po unë besoj që po ka qenë më i kujdesshëm diskutimi kur është folur për një person të tretë. Ka pas shumë kujdes prindi çka flet para fëmijës. E dyta, punësimet partijake. Ne tash po na kthehen ato. Unë atë e flas edhe në shkollë dhe haptas edhe atë me plot kuptimin e fjalës e them. Ka pasur studentat me 10-0-0 që kanë mbaru, për shkak se nuk kanë qenë antarë ndonjë partie, ai nuk ka mund të punësot edhe kanë det në shtëpi, është demoralizu, është vyshk me një fjalë. Se nuk është shfrytzu ai kapaciteti i atij, ai ju të rini 7-8 vite pa e ushtruar profesionin e juaj, është mëkat i madh. Sot fatkeqësisht marrin valizhen edhe shkojnë në një sistem që i respekton ose i leson. Po, unë nisem nga fëmijët e mi. Pastaj ne si shoqëri qajmë sepse na ik kapaciteti. Unë kam qenë edhe në këshillin e shkollës edhe shpesh herë kam cek kur kemi pas pranimin e mësueseve. Kam thënë duhet të bëhet, domethënë të konkurojnë edhe të mbajnë të gjithë orë praktike para stafit pedagogjik, para drejtorit edhe para mësuesve. Pse u hoq ajo në të kaluarën ka qenë? Duhet të përzgjidhen asimtarët më të mirë, jo rasisht në shtetet e zhvilluara dhe të civilizuara, pagat më të larta dhe më të profesionet më të vlerësuara janë profesionet e profesorëve dhe mësimdhënësve, sidomos në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme. Po sot, a jeni të kënaqur në këtë aspekt, mësueset e UTA? Jo, nuk jam e kënaqur. Nuk jam e kënaqur. Sepse nuk është vlerësuar profesioni ynë atë sa duhet. Nuk është vlerësuar sa duhet. Neve bëjmë, sindikatat bëjnë përpjekje, qeverit që vinë në pushtet bëjnë përpjekje, mirë po unë besoj që meritoni më shumë? Meritojmë shumë më shumë. Meritojmë shumë më shumë. Edhe jo vetëm paga, po edhe autoriteti, integriteti mësimdhënësit të ngrihet në një nivel më të lartë. Ma kujtoni ndonjë nga praktikat më pozitive që e keni zbatu me nxënësit, përveç aty në aktiviteteve jashtëzakonisht bukurat që i pam edhe në fotografi, dhe që ka nxit një moment frymëzimi tek ju. Cili ka qenë ai momenti më frymëzues që e keni përjetuar në këto 38 vite të ushtrimit të profesionit? Unë i kam pas si pasion, pasi që dhe artin e kam dashur shumë dhe muzikën, përgatitjen e programeve festive. Për herë të parë kam përgatitur një valcer të Straussit. Deri atëherë nuk isha përgatit, mirë po me
ata nxënës që kisha pas deri në klasën e 4, se atëherë ishte prej parës deri të 4-tën, ata ishin klasa e 8. Edhe më duheshim pak, se ishte valsi i rëndë, edhe më duheshim pak nxënës më të rritur, e përgatitëm në mënyrë të shkëlqyer. Dhe çka është më interesantja, ju vesha edhe fustana të ballës. Kam pas shumë shoqëri rreth të gjerë, të shokëve dhe shoqeve, dhe ata më kanë ndihmuar shumë. Meshkujve ju gjeta robe, ama origjinal, si me qenë në Vjenë. Edhe kur u paraqiten për herë të parë në atë program festiv të patronatit të shkollës që e kishim, aq ishin të fascinuar të gjithë kolegët e kryetari komunës u ngrit në kamp. Ishte... Janë momente që ju frymëzojnë në punën e përditshme. Edhe ishte një duar trokitje frenetike, nuk uleshin nxënësit u befasuan, çka po ndodh ta që aq të mirë kemi qenë. Dhe atë e kam kështu si një kujtim dhe një punë e rëndë ka qenë shumë për mua, po e kam punuar me shumë pasion dhe dashuri. Unë pash që ju në një program të 28 nëntorit keni arritur ta bëni njëjtë të integruar dhe të jetë njëjtë si nxënësit e tjerë, edhe një nxënësen tuaj me nevoja ndryshe, një vajzë e cila ishte në karrocë dhe po luan të vallën bashkë me shoqet e saj dhe madje ishte në qendër të vallës dhe ishte personazhi kryesor i saj. Kështu që kjo është një punë jashtëzakonisht sisnike dhe një kontribut jashtëzakonisht i madh që sidomos tek fëmijët që janë me nevoja ndryshe e keni bërë. Po, desha atë si një temë në vete ta diskutojmë, inkluzioni i fëmijëve me nevoja të veçanta, edhe ajo është një problem edhe një barë shumë e madhe mbi supet e mësimdhënësve. Unë kam pas rastin ta kem në klasë Maida Kurtin, nxënëse e cila ka pas paralizë cerebrale, edhe e përshëndes nga këtu nëse më sheh. E përshëndesim edhe ne shumë për Maiden. Mirë po besoni që prind, nana e Maidës dhe baba e Maidës kanë qenë një ndër prindët më të përkushtuar deri tani që kam hasur tek shqiptarët. Kam pas shumë vështirë se kam dashur Maida mos ta ndjen veten as pak në asnjë moment të veçuar nga shokët dhe shoqet e klasës. Gjithmonë ka qenë ajo e para e cila ka pas përparësitë e kun. Gjithkund ku kemi shku në asnjëherë Maidën nuk e kam ndarë nga klasa, qoftë në shëtitje, qoftë në programet shkollore. Maida 3 vitet e para kishte problem me komunikimin. Ajo kishte shumë vështirë të flet. Jo që nuk dinte të flet, ajo fliste, mirë po të flet para klasës. Edhe unë mundohesha, kur kishin nxënësit tjerë sport, unë e risha me Maidën, e mësojsha leximin, shkrimin, të gjitha ato që i punonja dhe me nxënësit tjerë, me Maidën i punonja në mënyrë individuale. Dhe më kujtua një ditë tash unë do t'ja jap Maidës një vjersh. Ishim festat, ishte pandemia. Tash ne do të bëjmë një program të vogël në klasë. Edhe Maida tash, a ke dëshirë me mësusën të mësojsh një vjersh? Tha po, mësuse do ta mësoj. Aq bukur e ka recitu Maida atë vjershën, edhe u thy ai akulli që ajo e mbante në shpirt dhe e recitoi vjershën aq bukur. Dhe prej asaj dite, Maida e para ka qenë ajo që është paraqit në programet shkollore. Në qoftë edhe në vallëzim, mirë po une aq i thash një vetbesim Maidës. Aq e përgatita psiqikisht, aq krijova një urë lidhse mes meje dhe prindërve të Maidës, sa që sot e kësaj dite neve çdo ditë komunikojmë, çdo ditë jemi në kontakte, për çdo gjë që ka nevojë unë jam aty edhe sot e kësaj dite. E ky është misioni i shajtë mësuesit, roli i bazave mësueshëm. Mirë po është shumë vështirë, besoni që është shumë vështirë. Tani është paraqit edhe autizmi, hiperaktiviteti. Ato janë fenomene të cilat neve nuk i kemi trajtuar në fakultet dhe neve nuk jemi profesioniste të asaj lëmie. Nuk e di sa jemi të afta ne që ne lexojmë. Kemi shku ndoshta në ndonjë seminar, nuk them që jo. Mirë po sa ne mund t'ju ndihmojmë. Unë kisha lutë edhe një apel këtu pasi që jam në emision dhe besoj që shumica do ta ndjekin. Që të bëhet një lloj kategorizimi. Unë
jam as pak kundër që edhe ata fëmijë të jenë pjesë e procesit edukativo arsimor të rregullt, mirë po të ketë një kategorizim. Se ata fëmijë kërkojnë punë individuale. Tash, Ministria e Arsimit ka siguruar asistent për t'ju ndihmuar gjatë procesit mësimor atyre fëmijëve, do të thotë mësuesja ligjeron, kurse asistentet ndihmojnë. Mirë po, nuk ka asistent mjaftueshëm. Ja, unë kam rast tash për momentin në klasën e parë, kam raste, 2-3 nxënës i kam, mirë po mundohem që vetë ta menaxhoj situatën. Nuk kam akoma asistent. Folëm pothuajse për një orë, sfida plot, vështirësi plot, edhe kënaqësi plot. Plot. Po në këtë rrugtim 38 vjeçar, cili është motivi i rrugtimit tuaj si mësuese? Motivi im ka qenë pikë së pari t'i falemderohem prindërit e mi që më udhëzuan edhe insistuan shumë që të bëhem unë një mësuese, se me të vërtet gjatë këtij rrugtimi tim 38 vjeçar, përveç vështërsive, kam ndjerë dhe shumë kënaqësi, jam rrit me ato problematika dhe me ato kënaqësi të fëmijëve. Dhe ju kisha sugjeru të rinjve, mos të hezitojnë, është profesion shumë i dashur, është përveç asaj që themi vazhdimisht është profesion i shenjtë, është profesion i shenjtë pasi që ju hapni horizonte, hapni dritare fëmijëve, i udhëzoni, ju jepni kahje nga të shkojnë. Shpesh herë një life motiv i një fëmije ose i një i rrituri ka qenë edhe mësuesi i tyre, ose mësuesja e tyre. Dhe kisha thënë që mos të hezitojnë, të ndjekin hapat e mia, hapat e prindërve të vetë, ndoshta dikush edhe ka pas mësues, tash ka shumë profesione më atraktive. Mirë po, dhe ky profesion është atraktiv nëse dini ta punoni mirë. Edhe ta bëni atraktiv. Po. Mesazh jashtëzakonisht i bukur, ju falenderoj shumë për këto minuta që i keni ndarë me neve, për këtë përmbajtje sa këshilluese, sa të sinqertë, sa pozitive, sa motivuese. Unë ju uroj edhe shumë vite të tjera punë, vite të tjera të shëndetshme, së bashku me ata që janë më të rëndësishmit, fëmijët. Kënaqësishte që ju kisha sot me ty. Faleminderit, të falenderoj për ftesën, të uroj shumë suksese edhe në profesionin tënd, se dhe ju jeni përcjellës të mësimit edhe edukatës përmes ekraneve televizive. Përpiqemi ta bëjmë atë, përpiqemi ta bëjmë. Faleminderit mësuese. Më vjen mirë. Ju përshëndes. Edhe kisha dashur edhe festën t'ja uroj. Po patjetër. Po pasi që jemi në prak të festave, po 7 dhe 8 marsit, uroj që këto festa na sjellin shumë suksese, të mira, më shumë sfida, të jemi të gatshëm, ta përballojmë edhe të mirën, edhe të keqen, profesionalizëm, edhe më pak punësime partijake, më tepër t'ju japim hapësirë profesionistëve. Nëse kemi profesionistë në përlamit të ndryshme, atëherë edhe shoqëria do të ecë përpara dhe do të ketë suksese. Absolutisht. E përmbyllim me këtë mesazh tuaj të qartë e koncis. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Shikues të dashur, mirupafshim javës ardhshme.